pse thuhet që në muajt e parë të bebeve, vajzat janë më të zgjuara se sa djemë, duket sikur mësojnë më shpejt, nxënë më shpejt, sillen, reagojnë më shpejt. A është e vërtet kjo, apo është thjesht një mit urban që ne tani më e besojmë? Jo, është e vërtet. Bebet vajza kanë aftësi më të madhe motorike, aftësi më të madhe ndërvepruese, kanë aftësi shumë më të mira sociale. Pra, fasat e zhvillimit, nëse krahason një bebe e cila mund të jetë 6-7 muajshe e gjenis mashkull me një bebe të gjenis femër, bebja e cila është e gjenis femër është shumë gati 1 ose 2 muaj më avancuar në krahasim atë të gjenis mashkullore. Dhe lidhet me aftësinë dhe perceptimin e trurit të tyre për të thithur më shpejt. Dhe kur fillojnë pjesën e shkollës, vajzat janë të favorizuara nga ana e inteligjencës së tyre për të mësuar më shumë, për të nxënë më shumë, për të kenë aftësinë për të ndjekur rregullat, ndryshe nga djemt, të cilët kanë aftësinë më shumë për të qenë të pavarur, independent dhe ndonjëherë jo të zbatojnë ato rregullat që duhet.